Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammedin wa alihi wa man tala wa ba'd. E mos na privon nga shfrytëzimi i këtyre netëve, e t'i ngjallin këto net të cilët janë shumë me vlerë, e posaçërisht të arrim natën e cila është më me vlerë, pra natën e Kadrit. Të nderuar vëllezër, inshallah shpresoj që nuk jeni lodh, po padyshim se normal trupi si trup lodhet, po shpirti qetësohet aty ku ai në adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu ai e gjen strehun dhe e gjen kënaqësinë, dhe gjithashtu është dhe një stabilitet i shpirtit adhurimi. Pa e shijuar, njeriu nuk e din, sikur që nuk e shijon ndonjë ushqim në këtë botë, ashtu dhe nuk e shijon, nëse se shijon adhurimin, na nuk jemi duke e bërë ashtu sikur që duhet, por paka shumë me ja dhënë hakun ashtu sikur që duhet, me të vërtetë se adhurimi të prek në shpirt. Nëse na ndëgjojmë Kur'anin Allahut ashtu siç duhet dhe e lexojmë ashtu siç duhet, padyshim se ai të prek në shpirt. Nëse na i kemi shpirtat e pastër dhe zemrat tona të pastra, të etura për fjalën e Allahut, nuk ngihen ato asnjëherë. E mu për atë, o lejzër, tash këtu i kam disa pyetje, po nuk e di sa jemi në gjendje të gatishmërie për të një Kur'an, për ato të cilët dëshirojnë që të lexojnë Kur'an, është domethënë normal kush di me lexu arabisht Kur'anin komplet. Jam disa xhuza, 3 xhuzat e fundit. Kush dëshiron të i mëson 3 xhuzat e fundit për me, inshallah Allah ja u mundëson gjithëve që të i mësoni. Kush përgjigjet e merr, janë 2 pjesë, 2 copa me xhuzat, 3 xhuzat e fundit, një Kur'an komplet dhe një libër 40 hadithet mbi moralin. Por një pyetje du me bo për në vitin e kaluar, e kemi pas bërë një pyetje të vitit tjetër të kaluar. Edhe mendoj që e keni mbajt mend, apo. Unë nuk e tregojmë, do me thënë rastin, po vetëm ju pyes kush e din emrin e atij sahabijut pa të mpytur Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, kush e din dhe kush e ka mbajt mend emrin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe babës së tij. A ka dikush që e din e? Abdullah kushi? A veç Abdullah? Allah është problem, bëllë mire ke mojtë mend që Abdullah, mo. Abdullah kushi? Unë u frigova në vjetë se thësh na e këni mbajtë mend, mo tash e dyta herë mos me mbajtë mend, pak ma problem, mo. Pa e kopju në për telefone, normal. Kështu direkt pi memorizimit, çka ka ngel prej vetë, nëse e mbaj mend, një sahabijët pejgamberit Allahut ja mbaj mend emrin ashtu siç duhet. Dhe nuk është një sahabi, dhe me thonë, i rëndon prej sahabeve që ka shumë peshë dhe vlerë ka pas të pejgamberit sallam. E kemi ndëgjuar shumë. Normal se është i njohur, dhe me thonë, me nofkën e tij Abu Bekr, por ai kujtohet dikuje. Atje opëm 3 xhuzat i gjysën që e kapi vetëm Abdullah. Ha? As kujt si kujt? Hajde se cila? Abdullah ibn Uthman, bravo. Ja opëm atër 3 xhuzat ti. Ordëna. Epja bismillah. E po mirë, që ka pas emrin baba e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu? Ha? E parafruat Abdullah ibn Uthman, dhe me thonë Abdullah i djali i Uthmanit. Tash Uthman baba, i kanë thonë Ebu Kuhafe, babës Ebu Bekrit. Dhe me thonë nofkën e ka pas Ebu Kuhafe, kunja e ti, Ebu Kuhafe. Po emri tash vetëm u cek, Abdullah ibn Uthman. Po Uthman kush? Ha? Si? Uthman ibn Affan kush?
Uthman ibn Affan, jo. Uthman ibn Affan është Uthmani radhiyallahu anhu. Uthman ibn Kuhafa, jo Ebu Kuhafa e ka Novkun. Ebu Kuhafa Novka. Si? Ibn Amir, kush e tha? Mashallah, bravo. Uthman ibn Amir, bravo. Qysh beti e ke mojt mend, pin vjetë e ke mojt mend, no? Bravo. Pi par vjetë i vjen. Mashallah. Një pyetje për Kur'an. Kush e gjen e merr Kur'anin, inshallah. Komplet është i bukur dhe i mirë, i shkruar domethënë me atë formatin tamam për me vete kush mëson. Kush e gjen cilën sure, normal surën që e lexuam tash është e njohur, por me gjetë këtë surën me thonë emrin dhe surën e cila vjen para kësaj sure. Ç'e ka emrin? Që e lexuam tash në namaz, domethënë para në 4 rekat. Ku janë musliman? Surja Ibrahim që e lexuam, po. Se ka emrin surja para? Para kësaj sure. Gjendja jonë nuk mirë. Tash në Ramazan mo, Surja Rad, bravo. Ma mirë merë se e nisi e kam duhet. Bërën. Allah është problem. Një pyetje tjetër, tash dhe pyetje për një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Ahmedi dhe Hakimi, tash mos ta them domethënë emrin e atij sahabijut, edhe një sahabi i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në xhennet ka dhoma të cilat i ka përgatitur Allahu xhelle xhelaluhu për 3 personat ose për 3 vepra kush do të i vepron ato 3 veprat. E një sahabi tjetër aty prezent, çike, ai tha ja Rasulullah, për kanë janë këto dhoma i dërguari Allahut. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e para është kush bën kështu, e dyta kush bën kështu dhe e treta kush bën kështu. Ai mban mend dikush cilat janë këto 3 veprat që i përmendi pejgamberi Allahut. Si ta din, e merr librin inshallah komplet. Dhe shta pak rëndë këto veprat, apo jo? Ose kush është ky sahabiju që i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e për kanë janë të përgatitura këto dhoma i dërguari Allahut? Se në vjetë në duket në pas kalot dhe njoja. Ebu Bekri? Ja. Shkoj Ebu Bekri, o kry. A i ben men. Të parin për heki, Abdullah ibn Amr ibn As është transmetuesi i hadithit. Po ky sahabiju që ka qenë aty, kur e ka ndëgjuar këtë hadith që pejgamberi Allahu tha ka disa dhoma që Allahu xhelle xhelalu i ka përgatitur, do më thonë ata që janë mbrenda i shohin, do më thonë aq shumë janë të tejdukshme, shihen të mbrendësinë atyre, do më thonë nga jashtë dhe nga jashtë mbrenda. E dhoma të përgatitur Allahu xhelle xhelalu i ka përgatitur apastofat për kush e bën këtë dhe kush e bën këtë dhe kush e bën këtë. Mendoj që i keni ndëgjuar shumë, sidomos tash hoxhallarët në Ramazan kanë folë shumë dhe ju kanë shpjeguar shumë. Apo jo? Hajde? Njona prej tyre, po. E funta, njona prej tyre. A i kujtohet dikush tjetër mua, jo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra tha, atëherë e cejkum të 3 vepra, tha,
ato dhoma kur e pyeti ky sahabiu, pra gjenja këtë sahabiu në atë. Kur e pyeti tha, për kanë janë ato dhoma i dërguari i Allahut kështu të përgatitura? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa salla bil-layli wan-nasu niyam. A kuptoj dikush e? Po? Po, tamam. Dhe me thonë, për atë që flet fjalët e mire, ka të përmirësuara fjalët e ti, dhe ai që e ushqen një fukara, dhe me thonë një të varfër, një të uritur, dhe ato ai që falet, dhe me thonë, natën kur të tjerit janë duke flejt. Dhe ai që quhet natën me bërë ibadet, kur të tjerët janë duke flejt. E tash kjo hadith është me vlerë, dhe na për qatë jemi ardhë. Tamam? Cilë është sahabiju që e pyeti për kanë janë? Qysh? Jo e bëjbët. Jo. Ebu Malik el-Ash'ari. Atër libra i takon këti vllavit që i cejku, do me thonë këto trija. Tamam? Bo një mend tash këto. Ebu Malik el-Ash'ari e pyeti ja Rasulullah, tha, për kanë janë këto dhoma, tha, për atë që i përmirëson fjalët e tij, për atë i cili e ushqen një të varfër, një të uritur nga fukarat, nga miskinat, dhe ai i cili falet natën kur të tjerët janë duke flejt. Dhe se këtu është vlera vëllezër që shpresojmë që Allahu xhelle xhelaluhu të na furnizon me xhennet, e të na bën banorëve të xhennetit dhe të na bën hise nga këto dhomat me të cilët shpresojmë që të i kapim në këto net, dhe kur mos e le veten që nefsit të mund, se ato dhoma pra nuk të rëshigohen vetëm se me një vepër që e cekë pejgamberi Allahut, ta natën kur të tjerët janë duke flejt, dhe me thonë nata normal është e angazhueshme, dikush do të ketë punë, e ti për me prezentu natën, dëshmelon punët, ose dëshmelon diçka, dëshmelon gjumin, edhe ndoshta dëshme redaktu diçka nga puna jote, që ti të prezentojsh, dhe me thonë, në namazin e natës, lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu ta bën dritë për nën këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i shpërbleft. A pushuam ajo?